Në rubrikën tonë Vox Pop, Tesa ka pyetur qytetarët se çfarë do t'i blenin Noraj Strefit po të ishte single. E po ashtu ka pyetur se çfarë do t'i blenin Robertit po të ishte single. Përgjigjet janë prej më të ndryshmeve, e ne e shohim së bashku. Të jesh me vite prezente në skenë, kjo bën që të fitosh zemrën e shumë fansave. Mirë po, cila do ishte dhurata që qytetarët do t'i dhuronin Noraj Strefit apo bashkëshortit të saj, Robert Berisha. T'i zbulojmë se cilat janë ato. Lule për bashkëshortën dhe një parveshje shumë bukura për vajzën. So një lutë mu, veturë, të po. Një kajrëm fellë. Me qitë kongë pak më të mira. Edhe shumë më të mira që i kongë. Edhe një lule për 8 marsit. 2 cikëll. A bënë? Kur zhe heq. Se mi vëru disha. Në mi dhuru? S'po di qa mi vëru vëlloj. Një splet ja kësha vëru. Sa në tjetër heq. Unë e një veç në televizor, s'kam pas rast ndër një herë kështu. Një lule edhe një përshëndetje, kur zhe tjetë. Me të drejtën nuk i kisha bë dhuratën e Robertit heq. Se? Jo, se nuk e... Se meriton dhuratën? Se po, a tha farë, Norën e Nora më të ndru, pse na? Jo, nuk është ashtu. Po, shenjë respektit, nashta ajo është dosht me dhanë. Po mirë, po, ne jam gjenie kundër e tina, kështu që nuk e kisha pru në atë pozit vetën me unë dhurat atina. S'po di valla, pas po me ndu kër. Një parfym. S'po di është tash është edhe non, një tuf me lule. Si kisha bu dhurat heq. Se? Se ko burin e vetë që i bu dhurat. Një por puca. Një po të branshme. Nore, si kisha ble garderop, sa më shumë se s'po ka, shumë e vesh. Se përren shumë desh, për tut në poftohë. E kisha përqafu, shumë është i bukur, është që jam për shtatë shumë. Veç i uroj një puthje shumë nga në Shqipja. Inshallah gjithmonë është i bukur, është që si që është.